Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, si gjithmonë edhe këtë vit organizoi program me rastin e 28 nëntorit me nxënës të mektebit të xhamive të Prizrenit me moton "Ne jemi një". Me këtë rast, kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame, Valon Efendi Ibrahimi, tha se festa 28 nëntorit është dita të cilën kujtojmë sakrificën e paraarsëve tanë në ngritjen e flamurit, formimin dhe konsolidimin e shtetit tonë shqiptar. Gjithashtu, kujtojmë daljen në skenë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe datëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, pa luftën e të cilëve ne nuk do të frynonim të lirë. Andaj në sajt e angazhimit, sakrificës dhe mundit të luftëtarëve dhe dëshmorëve tanë, ne sot jetojmë të lirë. Leoni t'ju uroj për këtë natë festive me rastin e 28 nëntorit, ditës së flamurit, por gjithashtu daljen në skenë edhe të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por dhe datëlindjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Natyrisht, kur i kujtojmë këto data, njëherët neve na rrëqetet edhe trupi për shkak të vështirësive, sakrificave që kanë pasur të parët tanë për ta konsoliduar shtetin tonë, dhe dhasht Allahu xhallashanuhu tani tutje, pra shkon për sëmbari gjithmonë për ne, për familjet tona, për shoqërinë tonë dhe për popullin e mbarë. Andaj, unë në emër të Bashkisë Islame, ja uroj të gjithë, në veçanti nxënësve të dashur, për këtë program, dhe dash Zoti xhallashanuhu të shohim edhe shumë 28 nëntorat e tjerë, dhe të festojmë të gjithë së bashku. Faleminderit. Kryeimami Orhan Efendi Bislimaj, duke falendëruar të gjithë pjesëmarrësit, me këtë rast ka folur për këtë datë rëndësishme dhe rolin e madh që ka liria, dita e flamurit, dhe pastaj ka vazhduar. Sot jemi këtu në një program festiv me rastin e ditës së flamurit, kështu po i themi. Por është 28 nëntori që nëse analizojmë holl e holl është dita e shqiptarëve. Na jemi Bashki Islame, me fëmijët mektebit, por edhe 28 nëntori i vitit 1912, rënjët i ka te mektebi, sepse këtë 28 nëntor e ka prodhu lidhja shqiptare e Prizrenit që është mbajt në xhaminë e Bajraklisë. Dhe si kuror, si rezultat i atyre përpjekjeve të lidhjes që ishte formu prej imamve, prej hoxhallarëve, ka rezultu edhe dita e pavarësisë së Shqipërisë në vitin 1912. Dhe ky 28 nëntor i vitit 1912 e ka prodhu 28 nëntorin e vitit 1997, kur ka dalë për herë të parë në skenën publike ushtria çlirimtare e Kosovës në Laush të Skënderajit. Po, sikur kjo ditë është e bekuar për të madhit Zot, sepse në këtë ditë ka lind edhe komandanti legjendar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës në 28 nëntor të vitit 1955, pra Adem Jashari, që mbart nderin e lirisë dhe krenarin. Pastaj ka pasur Kuran, ilahi, recitime, dram e poezi nga nxënësit e mektebit. Ja hape krahët, fluturove, thënë për kaltërsi, u dhëtove, qerdhen ku do ta pështi, ty atë gjës ta mbushka syrin, as kjo pen e as kjo gur, më në fund më ndrimëresh për e qerdhen në flamur. Kish pas qenë flamurin, me këtë flamur ku që se, merë në shkreta e pështjelat vi, që pa njoft tjetër dashni, i shkrin veç për Shqipni. Po eja një ubia, ju zanat malit, ju që m'kjanin vdeknja gjallit, të përmbysni këtë bujare, të nderoni pinë shqiptare. Jam nëntori kuq e zi, jam Kosovë e jam Shqipni, jam Shqiponia në flamur, musliman e të rinë burë, se për fe e për vatan,
Siç na mësoi Zoti në Kur'an, kush ka rënë kur s'ka vdek, të gjithë gjallë e në xhenet janë. Shqiptari i vërtet i nderon shlirimtar, roftu që këja, rofshin shqiptar, roftu që këja, rofshin shqiptar, rofshin shqiptar. Djem të uqekës jam vorata e Zotit, brezi ma i fort, qish prej kastriotit, luftetor me shpirt, shqirimtar me zemër, rënjet i kam qatë, liria ka emër. Bukur, si që jetë sa shumë janë, kush e di se sa i bukur, jo Zot që i ke fal, jo Zot që i ke fal. O Allah i bukur, ti e aj që na ke fal, na bëj neve zemër dritur, të t'kujtojmë hiq mandar. O Allah i bukur, ti e aj që na ke fal, na bëj neve zemër dritur, të t'kujtojmë hiq mandar. Abul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لن يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق